Kush janë këta që protestojnë? Kjo është pyetja që po e mundon të gjithë batarenë e shërbëtorëve të oborrit të sultanit. Kush janë këta që guxojnë të ngrenë kryen ndaj shantazhit të sofistikuar të patronazhistëve? Kush janë, të kujt janë, çfarë mendojnë, ku flen, ku zgjohen, kë kanë në punë e kë shpresojnë të gjej punë? Këto janë andrallat me të cilat e shtrydhin trut shërbëtorët e oborrit të sultanit. Si t'i kategorizojmë? Si pas moshës, si pas partive që kanë votuar prindrit e tyre, si pas robave që veshin, si pas simboleve dhe pankartave që tundin. Si t'i lëvizin të gjitha fijet për të përçarë një protest genuine, një protest të rinisë shqiptare që për herë të parë në 35 vjet po refuzon Ramën, po refuzon Berishën, po refuzon pushtetin, po refuzon pateristën e tij. Sulmi i përbaltjes nisi me teoritë e komplotit. Agjenturat ruse që nuk duan investimet e Trumpit, agjenturat greke që duan të zvenitin lulëzimin e turizmit shqiptar, parat e Sorosit, mbështetësit e Erion Veliaj që nga burgu kërkon të godas Ramën, mbështetësit e Ramës që duan të trembin investimet e Trumpit. Dhe qarku mbyllet. Logjika ka marrë malet. Shkua deri aty sa të përdornit inteligjencën artificiale sepse nuk mjaftoi ignoranca biologjike e llapaqenëve tuaj mediatik për të mashtruar popullin. Me çdo ditë që kalon, shtohet agonia e Edi Ramës në pushtet, i cili nuk ndodhet më në zonën e tij të reatis, të protestave me Molotov, sepse përballë ka të rinj të reja, familjar që vinë në protest me fëmijët për dore. Me çdo ditë që kalon, trashet gjithnjë më shumë edhe komploti kundër Shqipërisë që lulëzon nën vizionin e Sultan Ramës. Dje doli një intervistë për media ndërkombëtare CNN për turpin e gjithë dhe ne që e kemi kryeministër dhe filloi të sulmonte gazetarët britanik me të njëjtën gjuhë siç është mësuar të bëjë me gazetarët shqiptar. Protesta, sqaroi dje sultani, nuk është e shtrirë në gjithë Shqipërinë, tha, por vetëm në kryeqytet. E para, protest pati edhe në Vlorë edhe në Durrës, po prit mos u nxitel, dua t'i them. Prit të shohësh se si protesta do të shtrihet jo vetëm në mbar Shqipërinë, por mos haro edhe shqiptarët që i ke detyruar të shpërndahen në mbar botën. Prandaj prit se do ta shohësh se si protestojnë shqiptarët. Ne jemi në një luftë hibride, tha. Shqipëria është në sulmin e armiqve. Kur kryeministri i vendit nxjerr pretendime të tilla për armiq imagjinar, a nuk ka përgjegjësinë për të gjithë llumin që nxjerr nga goja përpara shqiptarëve të parashtrojë një provë të vetme? A duhet që ata të rinj, ato të reja, ta pranojnë sot propagandën e kohës së bunkerizimit të Shqipërisë, kur e gjithë bota imperialiste e revizioniste me zor priste që të na pushtonte? A është ky standardi i kryeministrit piktor? Në komplotin e llumit si po trashet u gjenda edhe vet nga një media që të thuar se është afër pushtetit i bën der. Duhet të rrëmosh thellë brenda zgafellave të pushtetit për ta gjetur këtë media, e cila dje botoi lajmin, të cilin e fshiu pak orë më pas, kushtronte pyetjen se pse partitë e reja kanë çuar në kuvend deputet nga minoriteti grek. Për të marrë me familjen e tjetrit, kjo është praktik e vjetër e moçalit të politikës së këtij kuvendi, por kur sulmi më i madh që mund të më drejtoni mua është të thoni diçka që unë e kam pranuar publikisht sa herë që më kam pyetur, tregon për batakun ku ndodheni ju. Si çdo njeri në këtë botë, i cili nuk e zgjedh familjen në të cilën lind, edhe unë jam krenar që mamaja ime vjen nga zona e Dropullit. Jam krenar. Ashtu si që jam krenar që baba im është shqiptar, ashtu si që jam edhe më krenar që gjyshi im mori armën dhe luftoi kundër pushtuesit për Shqipërinë. Pavarësisht se lufta e tij dhe e shokëve të tij u përdor për të instaluar një regjim diktatorial, për të persekutuar stërgjyshin tim, i cili vdiq në birrucat e atij regjimi. Prandaj unë sot këtu përfaqësoj të gjithë shqiptarët, jo vetëm ata që kanë dalë në rrugë protestojnë, por të gjithë shqiptarët që duan të mirën vendit ku jetojnë, të gjithë bashkëqytetarët, edhe ata që përkasin minoriteteve. Ndërsa ju përfaqësoni 1% e shqiptarëve që fal favoreve të Edi Ramës e paratit të Sali Berishës, janë bërë oligark dhe kanë monopolizuar ekonominë, e po i plashkisin shqiptarët pa dallim feje, kombësie e ideje. Kush janë këta që protestojnë? Janë ca ambientalistë të keq informuar, tha dje Edi Rama, por e gënjen mendja të ngratin sepse zvërneci
Dhe mënyra se si u tërhoq zvarr banori i Zvërnecit ishte vetëm fija e kashtës që theu shpinën e Gamiles. Ata që protestojnë në shesh nuk protestojnë vetëm për shkatrimin e natyrës, për grabitjen e pronës që po ndodh në Zvërnec, sepse para Zvërnecit ishte rjolli, e para rjollit ishte thethi, e para thethit ishte Palasa, Dërmiu, Ksamili, deri te ajo pika e Voçkël e Butrintit. E para tyre ishin inceneratorët, Akshi, Durana, Balluku, investitorë strategjik, pakete maleve, pastrimi parave, kullat e betonizimit të qyteteve paparqe, rrugët e Florinda që shemben sa bie shiu i parë, ishin portet e shkatruara për të kthyer në hotele, ishin plazhet publike që janë verse një mirazh i largët në kujtesën e shqiptarëve. E para tyre ishte grabitja e ujit, ishte grabitja e naftës, ishte grabitja e kromit, e bakrit, ishte grabitja e kullotave të fshatarëve. Ishte privatizimi i sistemit arsimor publik, ishte rënimi i sistemit shëndetësor publik. Ishte vjedhja e votave, ishte patronazhimi, ishte fryrja e administratës me të paaftë dhe shantazhimi i atyre që janë për një mend të aftë. Në festën e partisë tuaj nesër në Vlorë, na shkruajnë punonjësit e administratës që detyrohen si bagti me një mesazh telefoni që të mbushin karriget. E në fund fare, a doni ta dini të gjithë ju se çfarë është ajo gjëja që ka bërë popullin të dalë në shesh? Po ja them unë, është arroganca. Arroganca një kryeministri që nuk ka cip në faqe. Është arroganca që shumë të rinj të reja i ka shtyrë të emigrojnë, por që sot po i kthejnë syt nga Shqipëria. Është arroganca e një pushteti të cilit i ka ardhur fundi. Do ta mbyll fjalën time me vargjet e një poeti tim të dashur, Dylan Thomasit, i cili shkruan: Mos shko pa folur në këtë natë të mirë. Mosha e vjetër duhet të digjet e të përçartet në fundin e ditës. Zemërou, rebelou kundër vdekjes së dritës.